rast tipik i asaj që thash përpara dhe asaj që folim përpara. I kyçur në qeli pa gjyq. Dhe ndërkohë vazhdon kërkimi i provave. Unë akoma se kam marrë vesh çfarë ka bërë konkretisht, personalisht, që t'jemi të qartë. Nuk e kam kuptuar çfarë ka bërë. Korrupsion, në kuptimin e fjalës korrupsion, nuk kam parë. Përjashto rastet e veprave të rënda ku përfshin dhe korrupsioni, në flagrancë, që përsëri është pa diskutim fare natyrshme që të përfundoj në paraburgim, të gjitha rastet e tjera të paraburgimit duhet jenë shumë të argumentuara. Shumë të argumentuara. Unë argumenta paraburgim, përveç se ashtu si thot Këshilli i Evropës, nuk kam parë. Siç ja bënin Hashim Thaçit, rrezik për intimidim e morën nga zyra, e rrasën brenda pa i ngritur akuzë akoma, e kupton? Pastaj doli akuza, është akoma atje. Po dali pa fajshëm, ç'a do ndodhi? Kush ja kthen ato vite mbrapsh? Që në fund të ditës ka një akuzë për cilën e mbështet populli vetë, në kuptimin që nuk e pranon populli vetë. Teknika e marrjes kryetarit bashkisë, marrën kryetarit bashkisë Tropojës, mbyllet brenda atje, jo ke firmos, jo s'ke firmos. Po ç'a është kjo? Po si ja heq ti qytetit kryetarin e bashkisë, edhe e rras brenda, se jo ke firmos, jo s'ke firmos, është firma jote, s'është firma jote. Si e bën ti këtë? Si e bën ti këtë më? Ai është zgjedh nga populli atje. Ne e kemi, në mos gabohem, atë numrin e të paraburgosurve, 94 në 100.000 veta. Mos gabohem. Ose në 1.000 veta. Belgjika ka 10. Tani, qa mendoni? Mendoni që Belgjika ka më pak kriminalitet se Shqipëria? Belgjika ka më shumë kriminalitet se Shqipëria. Belgjika është epiqendra e shumë gjërave që lidhen me drogën e me krimin e tjerë. Belgjika është i vend me shumë probleme, po është vend demokratik, duke qenë pikërisht se është krye qyteti, nuk është edhe Tropoja nuk e ka luksin ta ketë në burg kryetarin e bashkisë. Pavarësisht se është në arrest shtëpie në atë rast, po çon si ka, nuk shkon punë. Pavarësisht se është një vend i vogël, po kryeqyteti merr i fut në burg kryetarin e bashkisë, para burgim, pa gjyq, pa gjë, u bë viti. Dhe ka deri në zgjedhje edhe 1 vit e gjys apo jo. Ç'a do bëjmë? Rri, s'ka problem. Ç'a të them unë? Ç'ma kërkon mua? Unë e bëra një provë që t'i jepnim Tiranës si kryetar bashkie. Nuk funksionoi sepse gjykata kushtetuese tha kryetari i bashkisë ka Tirana. Në rregull, e ka Tirana, po ku e ka?